patej një humbje Viktor Orbanit pas 16 vitesh në pushtet? Po tjetër që prite, po jo këtu tek ne. Më ka bitur pjesa e ngazëllimit të përgjithshëm, sepse me çfarë kam parë që tregonin si lajm, në fakt e vërteta është që media prestigjioze, sidomos mediat britanike, të cilat janë mundohet të mbajnë një lloj ekuilibri, e kishin paralajmëruar këtë. Dhe ndërkohë edhe në botën akademike, ata që bëjnë kërkime për pjesën e regjimeve politike dhe të tjerë, kishin filluar ta parashikonin me të drejtë që para disa muajve. Ndërkohë The Guardian në Britani vazhdimisht ka dhënë referime për zotin Peter Maguire, për rritjen e tij, mënyrën se si ai po përqaste dhe të tjera. Me pak fjalë, në Shqipëri kishte dyshime, ndërsa në pjesën tjetër të botës po mendoj që tashmë ishte revizuar që koha e zotit Orban kishte ardhur drejt fundit. Çfarë na tregoi kjo që ndodhi në Hungari? Mos do duhej një rotacion politik, qoftë edhe nga brenda kampit të mazhorancës në kushtet kur qeveria ka prodhuar jo pak skandale? Nëse do vim në rastin shqiptar, largësitë janë jashtëzakonisht të mëdha. Patjetër që në pjesën e përgjithshme po. Pas 4 mandate, në fakt, mandati 4 i zotit Rama nuk është konsumuar, nëse u po më pyesni për rastin shqiptar, por po përballet me vështirësi të jashtëzakonshme. E para, konsumimi i pushtetit, amortizimi i pushtetit, do të thënë po përdor një term që vjen nga ekonomia. Dhe treta që është më e rëndësishme është që pjesa korruptive shumë e madhe e njerëzve që janë afër tij. Në një farë mënyrë zoti Rama e ka humbur qasjen ndaj realitetit shqiptar. Problemi i madh është problemi i dy kampeve, që do të thotë gjithmonë duhet të dali në rastin, duke marrë rastin hungarez, dikush nga sistemi dhe ta luftoj sistemin, sepse ti po nuk e njohë sistemin, po nuk ditë rrugët e dobta të tij, pikat e dobta të tij dhe pastaj të gjesh mundësinë se si të rimëkëmbësh, besoj që në rastet tona shumë e vështirë. Por do të them diçka, rasti hungarez me rastin shqiptar janë të largët. Po ju kujtoj diçka, populli hungarez dhe populli polak janë nga popujt që i kanë treguar dhëmbët komunizmit dhe sidomos rusëve që nga vitet 50. Ju veni shumë e re dhe ju duken si vite domethënë të lashta. Po vitet lashta, por më besoni, përballja që kanë bërë hungarezët, luftën civile që ata kanë bërë qytet dhe polakët nga natyre, është e pa imagjinueshme për popull si ne. Prandaj po ju them që vetdia e popullit hungarez është shumë e lartë për fatin e keq se vetdia e popullit tonë për ndryshimin. E para, në pjesën antropologjike, neve duam pushtetar të tipit Rama, të tipit Berisha, të tipit Enver Hoxha, të tipit Ahmet Zogu. Neve nuk duam pushtetarin i cili mbaron mandatin dhe në qoftë se e mbaron mirë, ne japim mandatin tjetër, por ne edhe kur nuk e mbaron mandatin mirë, vetëm fal propagandës, ne japim mundësira të tjera. Në këtë sens po them që rastet janë shumë të largëta, por do t'ju them dhe një element që nuk duhet të ngazëllehemi shumë nga rasti hungarez. E para se do shikojmë në të ardhmen çfarë politikash do ndjekë ai. Sot për shembull ai ka folur që do godasi pa mëshirë ata që kanë bërë dëm e Hungarisë në aspektin politik. Ai nuk e ka përjashtuar lidhjen me Rusinë, por nuk do ketë atë qasje me Rusinë që ka pas zoti Orban, ndërkohë që zoti Maguire do jetë njësoj i ashpër si zoti Orban për sa i përket emigracionit. Dhe ju e dini që ne shqiptarët, një nga mundësitë tona më të mëdha të mbijetesës është pikërisht emigracioni. Paçka se edhe ne kemi emigracion në vendin tonë tash, nga vendet e botës së tretë. Në këtë sens po them që nuk duhet të ngazëllehemi dhe rasti për Shqipërinë është shumë larg me zotin Maguire. Ai tregoi pjekuri shumë të madhe, po dhe institucionet hungareze, ato të cilat e mbështetën formacionin e tij, të mendosh ka vetëm 2 vjet formacioni i tij,
Unë thjesht e kam ndjekur nga media e huaj mënyrën se si është ngritur dhe kështu, dhe nuk isha nga njerëzit që prisja qejt kishte këtë fitore kaq të madhe. Me tërmend, rritja e tij është mbreslënse. Nuk besoj që mund të ketë në Shqipëri për shkak të asaj përçarjes që pam ke partitë e vogla një mundësi të tillë. Cili mund të ishte Peter Magyari i Ramës apo Berishës? Si? Cili mund të ishte Peter Magyari i Ramës apo i Berishës? Pyetje e bukur kjo. Dje më ka bërë çudi diçka sepse përgatita një shkrim dhe shkrimi nuk më mor nga organet kryesore sepse kisha përmend zotin Tritan Shehi dhe zonjën Spiro Pali. Ju e dini që zoti Tritan Shehi në një moment shumë të vështirë të Partisë Demokratike e la bashkë me një grup tjetër dhe formuan një parti e cila gati e dëmtoi ose të themi gati po shkatronte Partinë Demokratike. Jemi në fund të viteve 90, pra për ju janë vite shumë të largëta. Unë atëherë kam qenë në media. Dhe Befas u kthye prapë ke zoti Berisha dhe sot është një nga njerëzit nga mbështetësit e tij më të flakët. Domethënë, pa pasur këtë pjesën e reflektimit që çdo parti duhet ta ketë. E njëjta gjë ke Partia Socialiste që tashmë flamurin e ka marrë zonja Spiro Pali. Ju e keni parasysh apoteozën që ngriti ndaj zotit Rama. E keni parasysh që zonja në momentin që zoti Rama jo kritikoi, po ofendoi gjithë ministrinë e jashtëm ku e ishte ministre dhe lavdëroi vetëm atë dhe portierin ose portieren e institucionit, ajo nuk pati kurajon të thoshte jo nuk është e vërtet. Sepse në Ministrinë e Jashtme, dhe unë vazhdoj ta besoj, ka burokratët e nivelit të 2 dhe nivelit 3, individ të jashtëzakonshëm, ata që kanë punuar me gjithë kryeministrat shqiptar dhe ata që kanë ndihmuar shumë Shqipërinë politikë në jashtme, po dhe Kosovën. Të them një element, Shqipëria, pa çka se këtu tek ne kritikojmë vazhdimisht, vazhdon nëpërmjet këtyre nënpunësve të thjesht ta ndihmojë të japi kontribute të jashtëzakonshme për Kosovën. Po këta janë njerëz që nuk i njeh askush, sepse janë punojës thjesht, bën thjesht detyrën e tyre. Në këtë sens kjo zonjë që ishte koha ta mbronte institucionin e vet dhe t'i thoshte zotit Rama, jo nuk është e vërtet, zgjodhi tjetrin që të heshte. Dhe pastaj kuptohet me çfarë po del nga media tash, nga fërkimet e tyre të brendshme ose mënyrën e autonomisë që ajo bëri në dikaster për veten e vet me faktorin e huaj, bëri që të veçohesh nga zoti Rama dhe zoti Rama ja shpërbleu duke hequr. Në këtë sens po them që Peter Maguar, qoftë nga Partia Demokratike, qoftë nga Partia Socialiste, është shumë vështirë për ta bërë. Po provon diçka zoti Saliani, por e keni parë që e braktisën dhe njerëzit të cilët e nisën rrugtimin me të zoti Ali Mehmeti dhe individ të tjerë. Që do të thotë, demokracia në Shqipëri ka plagë shumë të mëdha, plagë të cilat në mungesë të autoriteteve morale, unë këtu them autoritet moral, nëse tek ne do funksiononte si duhet Akademia e Shkencave, nëse institucioni i presidentit do ishte në 2 partitë politike, ose për shembull kleri të kishte fuqi të jashtëzakonshme, atëherë realisht do shikonim ndonjë lloj ndryshimi ose do shikonim ndonjë lloj të përballjes së individit me këto institucione, por këto tek ne nuk ekzistojnë. T'ju jap një shembull të dieshëm për shembull. Ju e patë që zoti Trump goditi papën dhe ju e dini pontifikati i tanishëm është me origjinë amerikane. Megjithatë papa, megjithëse pushtetin tani Vatikani e ka shumë më të dobësuar se dekada më parë, arriti të përgjigjesh me dinjitet, domethënë. Jo thjesht për pushtetin e Vatikanit që siç u thash nuk e ka të pushtet si më përpara, por me pushtetin e autoritetit moral. Dhe tek ne për shembull ne nuk i kemi këto shembuj në vendin tonë që presidenti për shembull të ketë kurajon një moment t'i drejtoj gishtin zotit Rama për problemet caktuar, ose për shembull të thrasi zotin Berisha dhe t'i thot për problemet caktuara kështu ose individ të tjerë të partive të vogla ose kështu.
Europa ka dhënë jo pak mesazhe dje, por pikpyetja është a do të jetë i aftë ai të përbashkoj Hungarinë sërish apo do të jetë pinjolli Orbanit? Ky është i gjithë diskutimi. Po, shikoni, Hungaria e kaloi provën e vet demokratike. Në qoftë se do lirohen fondet që i mban Bashkimi Evropian, do jetë më thjesht për kohezionin e brendshëm, që do të thotë fondet do ndihmojnë shumë projekcione të brendshme, projekte të brendshme për të rritur mirëqenien hungareze. Hungaria tani është një nga vendet të themi me standard më të ulët në Bashkimin Evropian. Dhe të gjitha këto japin një avantazh të madh që në nisje zotit Maguar me zotin Orban. Në qoftë se ai do lehtësoj rrugën e Bashkimit Evropian për t'i çuar parat Ukrainës, sërish është një fond, mos gaboj, 90 miliard euro, sërish do jetë diçka e madhe dhe këtu hiqet ajo pjesa që ai mund të jetë një pinjoll zotit Orban. Por në qoftë se ai do të vazhdojë zë me politika nacionaliste, mund t'ja bëj pak rrugën e vështirë Bashkimit Evropian, siç po e bën dhe Polonia, por jo shqetësuese. Për arsyen e vetme që Europa ka nevojë të shkundet dhe Europa ka probleme të jashtëzakonshme. Dhe mua më vjen mirë që individ si ai dhe individ si zoti Tusk që është në Poloni, janë dy vende të cilave unë referohem shpesh, janë vende të cilat jo thjesht kanë ngritur problematika, por vende të cilat e shikojnë realisht të vërtetën e Europës në thelbin e saj. Dhe prandaj them që sa më shumë individ si zoti Maguar, aq më mirë është për Bashkimin Evropian për ta zgjuar, për ta ngritur. Shumë dje ka qenë mesazh shumë i mirë dhe reagimi që bëri zonja Meloni në mbrojtje të Papës, për shembullin që u dhash pak më përpara, dhe përveç zotit Macron që ka qasje të vazhdueshme ose kryeministri i Spanjës me qasjen shumë të kutësimshme që bëri ndaj shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj rasti i zotit Maguar është rast shumë i mirë, po them, në këtë moment. A do t'i mbaj ai marrëdhëniet me Putinin? Ju e përmendët pak më sipër që jo njësoj si Orbani, por a do të vazhdoj t'i mbaj marrëdhëniet? Patjetër që do i mbaj, por jo në pjesën të themi të lehtësimit të çdo infrastrukture administrative dhe tjera me Rusin, për dy arsye të mëdha. E para sepse i duhet që të jetë ke pjesa reformuese e Europës, po e dyta që është pjesa e cila i duhet shumë në këto momente. Ju e dini që Hungaria dhe disa vende janë shumë të varura nga energjia që merren nga Rusia. Dhe besoj që ai do të ditë të luajë me pjesën e efikasitetit që ka luajtur zoti Orban në këtë rast. Domethënë duke mos e tepruar gjuhën, po edhe duke shfrytzuar nga ana tjetër Rusin. Tani syt janë nga Shqipëria dhe nga Beogradi. A do munden këto dy shtete të kalojnë veten? Nuk e besoj. Beogradin që është një hapësirë që e njoh shumë mirë, nuk mundi edhe mbas një viti protestash që të gjente dikë ose vetë opozita të këndellesh, i themi, të përdorim një fjalë nga gjuha artistike. Përveç se kohët e fundit po mundohen që të bustojnë një personazh që është rektori i Universitetit të Beogradit, zoti Gjokic, por që akoma është larg pritshmërive të individëve dhe Serbia vetëm para 2 javësh në mos gaboj bëri zgjedhje të pjesshme dhe megjithëse zoti Vučić nuk fitoi siç fitonte më përpara, fuqishëm pa i fitoi përsëri. A ndjeni dhe ju një ndarje mes deputetësh ndaj Braçës dhe Ogertës si kandidatura dhe nga ana tjetër po opozita, si ju duket klima? Ka gjasa që me protesta të shkohet drejt një qeverie teknike, siç ata shpesh pretendojnë? Po nis nga e dyta, është e pamundur nëpërmjet protestave shumë të vakta të Partisë Demokratike që të krijohen klima e domosdoshme për ndryshim. Dhe kanë kaq diferenca protestat me njëra tjetrën sa njerëzit kanë harruar protestën përpara që
përpara 17 prillit që do bëhet protesta e ardhshme. Klima vetë ke Partia Demokratike, kur nuk ka një strukturë që të tregoj që ata janë gati për ndryshimin, e ushqen këtë lloj gjendje. Prandaj po them që është e pamundur, të paktën logjikisht, por në Shqipëri ndodhin shpesh gjëra logjike. Ke Partia Socialiste funksionon si detachment ushtarak, që do të thotë gjithçka varet nga zoti Rama, disiplina e tij është disiplinë shumë e madhe dhe zëri ngrihet zakonisht kur ti nuk je në radhët e saj. Deputetët e Partisë Socialiste janë aty fal, të themi, zgjedhjes që ka bërë zoti Rama, madje edhe ata që nuk kanë qenë në listën e mbyllur, sepse mjafton të vendosje ai në listë, kuptohet që do fitosh. Prandaj me pak fjalë nuk shikoj ndryshim të dukshëm. Ndryshimi i dukshëm do ishte nëse një grup individësh me një njeri të elaboronin një ide dhe ta mbështesnin këtë me argumenta për ndryshimin, për rëndësinë e ndryshimit etj. Jemi shumë larg ndryshimit në vendin tonë dhe ky është lajm i keq për të gjithë ne. Shumë faleminderit zoti Antoni për intervistën.